Njëherë dhunë fizike, pastaj kërcënime me mesazhe. Rastet e dhunës në familje janë bërë gjithnjë më të shpeshta, gjë që tregon për një realitet të hidhur që po ndodh brenda mureve të shumë familjeve në Kosovë. Në një tjetër rast të dhunës në familje, një grua nga Obiliqi ka përjetuar sulm fizik nga bashkëshorti i saj pas një mosmarrëveshje verbale. Ngjarja ka ndodhur më 28 vjetor, ku pas dhunës fizike viktima së këtë ka kërkuar ndihmë mjekësore dhe ka denoncuar ngjarjen në polici. Viktima ka thënë se ka lënë banesën duke u strehuar tek prindrit e saj në Gjilan bashkë me 3 fëmijët, por situata mori një kthes tjetër. Më 30 dhjetor, ajo ka raportuar përsëri në polici se bashkëshorti i saj vazhdonte t'i dërgonte mesazhe kërcënuese, pavarësisht se rasti ishte tashmë në trajtim nga policia. Pasi është marrë në pyetje i dyshuari, është ndaluar për 48 orë dhe është dërguar në qendrën e mbajtjes në Lipjan. Rasti po trajtohet si dhunë në familje dhe hetimet janë në vazhdim.